Pas prezantimeve të punimeve në kuadër të konkursit Profesionistët e rinj për bashkëpunim ndërkufitar, u shpallën sot fituesit për 2 projektet, përkatësisht Shtigjet e Lirisë dhe Korridori i Gjelbër. E pranishme në ceremoninë e mbajtur në Gjakov, Ministria e Zhvillimit Urban Eglantina Gjermeni vlerësoi punën e arkitektëve të rinj, ndërsa theksoi se projektet fituese do të diskutohen në mbledhjen e 2 qeverive, ku do të paraqitet edhe kërkesa për mbështetje financiare për zbatimin e projekteve fituese të secilës zonë. Momentin e parë, kur lidhëm marrëveshjen e bashkëpunimit me kolegun Agane, ajo që theksuam është që marrëveshja e bashkëpunimit mes 2 ministrive tona duhet ishte thjesht një dokument në letër, duhet ishte në fakt më shumë se kaq. Vullneti politik është aty, dëshira e të 2 qeverive është shumë e madhe për të realizuar projekte konkrete. Ditën e premte ne do të kemi një mbledhje mes 2 qeverive dhe sigurisht do të kërkojmë angazhim konkret për të realizuar një projekt fitues në praktik. Projekti i Korridori i Gjelbër, i cili shtrihet mes Prizrenit dhe Kukësit, propozon rijetësim të rrugës së vjetër në kuadrin e zhvillimit rajonal, ndërsa Shtigjet e Lirisë, i shtrirë në komunat Gjakov, Tropoj dhe Has, synon zhvillimin e shtigjeve të ecjes si një mundësi e mirë për zhvillimin rajonal.